kokën, shkonde trupin dhe tonde kokën. Duart lartë, reshu ploka, buzë qesh dhe këndoje këngë. Mirëmëngjes, sot një ditë e për e bukur po na pret. Sot shkëndojnë, unë mos qeshi, ditë e për e bukur, mirëmëngjes. The long game, game start. Kissy face, sexy on right. I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sweet tomorrow, tonight we'll be crazy. All you gotta do is just meet me at the të thonjë sa do doja ti sa dhe njerë fëmi, ti sa kështu si ti. Prandaj prindër të ndëro, ne mi pasojua, na shikon me kujdesin e me mbësje, magjia jetës e vërtet. Fatër shi di që ne festojmë si mirësia dhe dashuria janë gjua e shpirtit dhe çdo fëmijë bashkë. Ishin që s'na ishin disa fëmijë të bukur. Talentuar. Sigurisht! Novelistat e vegjël! O qesori bukur, sa na solleti! Lule ju kam sjell, gruaj dhe qershi, juve fëmijë të mirë dhe të mbar, festën ju ka sjell, që ditën e parë.
recituar dhe recitojnë dhe të këndojnë sot. Po qeshë me komentator? Fëmijë të qeshëve kanë kërkor. Ama shkronja që një filmare ishin në pa kuptim. Se thash njëri lanesja foshte për lexim. Tani 36 shkronja e mësuam. Dhe me sukses po si përfunduan. E aia e shokuit në fesin sa të gëzit. Thank you.
që shoj në aer një fëmijë dhe viti mësimor marroj përsëri. Janë se që shoqë të këndoj. Të bashkuar klasën e parë të filloj.
Mos bëni zhurmë dhe dëgjoni mirë se fëmijët tuaj do ju këndojnë anglisht tani. Si thoni ju fëmijë fillojnë? Yes! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, do a thing. Hooray! If you're happy and you know it, do a three. Hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do a three. Hooray! Dorstu erdhi fundi i festës to. Me këngë dhe recitime ju treguam prindër të dashur se vërtet u rritën pak nga pak. Po kujdes edhe dashuri, ashtu rritën se lule plot bukuri. Gëzuar veçesori. Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj shumë që morë pjesë në shfaqjen e fëmijëve tuaj, shpresoj që t'jeni kënaqur. Do doja të falenderoja koleget që bashkëpunuan me mua për të arritur këtë shfaqje. Gjithashtu do doja të falenderoja dhe presidenten e institucionit tonë, Shkollës Nobel, për mikpritin që mua më kanë bërë, sepse është viti i parë për mua këtu.
parë që është viti I parë, që kështu falenderoj shumë dhe e ftoj që flas të fjalë. Ishte një shfaqje shumë e bukur. Këto janë fëmijë të mrekullueshëm. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për fëmijët të cilët ju keni edukuar. Parashkollori ka qenë vërtet për ne një pikë shumë e rëndësishme sepse nga aty starton një gjithë institucioni I arsimit. Jemi përpjekur që me këtë parashkollor gjithçka varet nga prurjet që ka çdo institucion. Ky rast ka qenë një rast shumë unik, sepse themi të vërtetën shfaqjen që ato bën ka qenë një shfaqje e niveleve të klasave të para. Dhe vërtet zyshat gjatë gjithë përgatitjes kanë pas një impresion shumë pozitiv në punën që kanë bërë me të gjithë grupin e parashkollorit. Falenderimi veçantë vjen patjetër për Marsin sepse ka qenë gjatë gjithë kohës me to në një rrugtim shumë të bukur, të vështirë. Primare ka qenë gjithmonë përgatitja e tyre për klasë të parë, ne I quajmë klasë të parë të gjithë nxënësit e parashkollorit. Shpeshherë ndoshta e rrisim pak më herët se ç'duhet, por është më mirë kështu. Dua një falënderim të veçantë për Zyshën Anisën e cila ka punuar gjatë gjithë kohës me to, edhe tani Zyshën e dansit, Marcelën, pam 3 kërcime shumë të bukura. Dua patjetër një falënderim shumë të veçantë për pjesën e skenës që është plot me lule dhe plot me gjyra që është pjesë e jona dhe e pjesës artistike në çdo moment në shkollën tonë. Falënderimi I fundit vjen për Zyshmanën e cila është me ne në do ndalemi pak sepse ne në përgjithësi e quajmë gjithmonë pjesën e pauzës, marrim ne kohën tonë për të ndarë me ju shumë pak impresione, informacione. Shkolla Nobel është ajo pjesa më e rëndësishme e zgjedhjes për çdo prindër. Dhe ne përpiqemi që fëmijëve të japim një hapësirë ku ato të rriten, të zhvillohen. Mbaroj fjalimin për mua atëherë. Ju falenderoj shumë, filloj me shpërndarjen e certifikateve. Aneo Lahi. Aneo! Bravo, Aneo! Anoel Cepela! Anoel! Bravo, Anoel! Bravo! Elea Pashaj! Me energjinë tënde, të pash të shumërime të shumë. Katalea Memolari! Katalea! Mia Katalea Brace! Mia! Aida Hopi! Aida! Aida Hopi! Amaris Coca! Amaris! Arya Shemili! Arya! Dayan Skanderi! Dayan! Noemi Agoli! Noem? Bravo, Noem! Frankie Pelari! Hajde Frankie! Bravo!
Majla Beza